ushqimin që e sheh që e han për ditë edhe në krahasim me atë që e prodhojnë fermerët e ri? Shefe, dallimi është nata me ditën. Me thonë, unë vu kisha sugjerau sa më shumë të han produkte bio, ta di ku e merr, se dallimi është shumë i madh. Me thonë, ne vetë fëmijëve tonë shkojmë vublim kospin market. Atë kosin nuk e dim ne çfarë përbërës ka brenda, e marr si shembull. Se sa ditë kanë dhejtë. Po, se vlla marri shpinë në market, ataj nuk e di që bëhet sa rej, gjirej. Kështu që ushqimi ka të bëjë shumë në jetën e përditshme, duhet të zgjedhim se gjiham. Se di, nuk kam koment për ushqimet që i konsumojmë, në ne vetë dhe njerë i konsumojmë. Unë shpesherë, babi jem qërton, se mo produktet që i ofrojmë ne, më bo bajat të i hongër për ditë, dhe njeri duhet të ndrojë. E ne, kur më shef të hongër pashtet, ose dhe një pavlak, thët, vlla, tu e pas mishin be aha njeri pashtet. Shemull konkret. Dhe taj nuk i e merë me mende. Uj, thoma be, du të ndrojë dhe njeri, se më bo bajat. Edhe jo shëndetshëm të hash njerë në muj, nuk është e do. Po, jo, nuk foli për njerë di, foli non stop të hash, të di që